Është ky edicioni i 5 i cili po mbyllet me sukses sa i përket emisionit prive i cili filloi, arriti dhe do të vazhdojë edhe më tutje, besoj të jetë si një ndër emisionet me shikueshmërinë më të lartë në të gjitha trevat shqipfolse. Si zakonisht, prive gjithmonë ju sjell ekskluzivitete, ju kemi sjell storie të cilat kanë bërë senzacion, ju kemi sjell gjithmonë lajmin i parë, ju kemi sjell të vërtetën, e mbi gjitha ju kemi sjell edhe gjëra premier, si videoklipe të ndryshme të artistëve më eminent të skenës shqiptare. E në vazhdim do të keni rast të shihni një material gjatë gjithë sezonit që ju kemi sjellur ekskluzivitetet anë mban trojeve shqiptare. E ndjekim bashkë në vazhdim. Se prive, shumë kush nuk do të ishte ku është sot. E këtë e vërteton më së miri, kanali jonë zyrtar në YouTube, i cili numëron plot 30 milion klikime. Me qindra e qindra klipe premier, soloj prive në ekranet e juaja. Vendi për të promovuar çdo vepër të estradës u bëm ne. Pos këngëtarëve të njohur, ne hapëm dyert edhe për ata të rinjt. Shumë këngëtar për herë të parë prekën ekranet televizive me mbështetjen tonë. E sot ata gëzojnë famë të dëshiruar. E përveç mbështetjes, prive u kujdes që gjithmonë të sjell lajme fresh, të padëgjuara më parë e ekskluzivitetin në mbar skenën shqiptare. Kjo sezon që po lëm pas ka qenë mbushur me lajme ndodhi, skandale shumë çka tjetër, të cilat ja u solli vetëm kamera e prives. Është ndër emisionet më të mira të na, edhe shumë atraktive dhe që mu më pëlqen shumë. Punojnë gjithë tri që kanë ambicie, kanë ideja shumë më të mira, edhe unë me dispres kur vjen e shtunja me këqyr. Sot jetojnë të lumtur, e gëzojnë një fejes plot harmoni. Ditën e fejesës së vesës me Big Bastën, ne u gjendëm aty për të kapur çdo moment të tyre. Po ashtu sollëm edhe reportazhe nga festivali më i madh i filmit në Europë, Berlinale. Deklaratat ekskluzive të aktorëve të njohur botror, i solli Alaudin Hamiti, kështu duke e bërë që televizioni Klan Kosova të jetë kudo në çdo kohë. Se ekziston banda Butuesi, e kishim dëgjuar më parë, kush ishin ata, jeta jashtë muzikës e shumë detaje tjera. I solli reportazhi ekskluziv për bandën e cila u bë kryetitull mediatik. Përveç storjeve të papara ndonjëherë, prive fitoi edhe besimin e madh të artistëve, të cilët për çdo gjë e kishin vendin për t'u rrëfyer. Ajo ishte kamera jonë. Edhe Arilena u kujdes që gjithë skandalin që ndodhi me klipin e saj të parë për koston që kishte kushtuar e shumë çka tjetër ta bëj në storjen e përgatitur nga kolegu ynë Artan Telaku. Përveç skandaleve, ne u kujdesëm që të mos harrojmë edhe ditët e gëzueshme. Leonora Jakupi ishte ajo e cila për ditëlindje u surprizua nga stafi i prives, dhuratë të cilën do e mbaj në mend për shumë kohë. Muaj më parë, seriali më i dashur në trojët shqiptare, Kafeneja jon, pati afatin e skadimit. Për herë të parë, shumë nga aktorët e serialit shpalosën kujtimet e mrekullueshme që kishin përjetuar me vite të tëra si pjesë e familjes së Kafenes.
Përveç rrëfimeve të aktorëve, edhe 2x2 për herë të parë hapi zemrën duke folur për familjen e tij, gjë të cilën nuk e kishte bërë më parë. Edhe nipi i besnikut ndoqi hapat i dajës së tij. Pas shumë tentativave të mediave për të zbuluar sekretin që kapitallti mbante më vete, a ishte single apo jo, ai u drejtua mikrofonit ton për t'i dhënë fund çdo spekulimi. Jo, është zyrtare. Si më lidhe. Senzacioni i cili u bë kryefjalë në çdo cep të vendit, duke kaluar edhe kufijt ton, ishte reportazhi për vajzën që jetonte jetën e një gangsteri të vërtet. Kallashi, e cila ishte kërkuar nga shumë kamera, pranoi atë privez për të shpalosur jetën e saj, punën e çdo gjë që përfshinte emrin e saj. Por me kaq nuk u ndalëm. Edona James ishte emri tjetër i cili erdhi si bumerang në Kosovë. Nga Gjermania, vetëm për të dhënë intervistën e saj në prive, Edona erdhi në Kosovë, kështu duke bërë rrëfimin më të habitshëm ndonjëherë. Gazetari i Privez, Vlorian Halili, solli në ekranet e juaja rrëfimin e parë që bëri një person pasi që kishte ndëruar gjinin. E për të përmbyllur një periudhë teje të suksesshme për këngëtaren e cila theu çdo rekord në muzikën shqiptare, Prive u kujdes që ta nderoj me një çmim. Personazhi i vitit për 2013 nga Prive u dekorua Tuna. Amazing. Pluhurin pas saj, e zgjoi rikthimi i Ledrivulës në skenë. Historia ekskluzive e Ledrivulës erdhi tek ju nga gazetarja Irma Gjema, rrëfimi i cili nuk u përsërit më asnjëherë. Martini është shumë sweet, man. Por skandali që solli Ledri me vete në lidhje me Angela Martinin nuk u shua me lajme të portaleve. Kolegja jon Maki Bajrami u kujdes që të sjellë të vërtetën në historisë Ledri dhe Angela. Lidhje dashuriet më varet qa është për ju. Unë kam kalu shumë kohë mirë me Ledrin. I na kuptu shumë mirë si shok. Kam shku në Kosovë se kam dash me ba editing me video, që videot jenë profesionale dhe perfekt. Një shumë, unë kur s'kam thënë jam bashkë me Ledrin. Unë s'kam thënë kur më kanë pyet mu në herë, unë kam thënë e vetë mja gjë marrëdhënie me mu me Ledrin janë 100 probleme. Se jemi bërë ekrani së vërtetës, këtë ja u dëshmojnë çdo javë artistët tanë. Edhe Bleona Qereti ja vëri vullën kësaj pune. Pasi që lajmi se ajo dhe bashorti i saj Ganiu janë ndarë përfundimisht, qarkulloi në media për një kohë të gjatë. Në një deklaratë të shkruar drejtuar Privez, Bleona publikisht solli të vërtetën rreth kësaj pune. Për të përmbyllur këtë sezon plot rrëfime, histori e skandale, kamera jon utoi drejt festivalit më të madh në Europë, Exit Festival. Pamjet ekskluzive, intervistat me artistë të njohur, e çdo detaj e Exit Festivalit erdhi në shtëpitë juaja vetëm nga Prive. Shkaku që Prive është emisioni numër 1 i showbizit në vend, jeni ju. Ju falenderojmë nga zemra dhe shihemi në shtator.